Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Jam këtu pranë jush sot për të sjellur një histori shumë të dhimbshme. Në fakt, nuk doja ta besoj që histori të këtilla mund të ekzistojnë, por ka njerëz që në fakt fatkeqësisht nga jeta e tyre gjithmonë shprehin mllefin, urrejtjen, inatin dhe në këtë rast kështu ka ndodhur me këtë vjerë e cila sado që ka jetuar në këtë jetë, asnjëherë nuk e ka nxjerr keq nusen e saj. Historinë na e ka shkruar vajza e zonjës në fjalë. Unë jam Dhurata, një grua shqiptare me rrënjë të thella nga Tepelena, që sot jeton larg vendlindjes në Greqi. Rrugtimi im i jetës nuk ka qenë i lehtë, por dhimbja më e madhe që më ndjek dhe më djeg çdo natë është një histori që nuk më lë të flet të qetë. Historia e nënës sime, e një gruaje që u shua pa e dëgjuar zëri i saj, e një nëne që për 7 vite u keqtrajtua brenda shtëpisë së të birit, në një heshtje që vetëm bërtiste vetëm në shpirtin e saj. Nëna ime, një grua fisnike, e përkushtuar, e butë dhe e palodhur, ajo nuk dinte të ankohej, por gjithmonë me një buzëqeshje të lehtë në fytyrë, me duar që sfushonin kurrë së punuari dhe me një zemër që rihte vetëm për fëmijët e saj, ajo ishte themeli i familjes tonë. E ndoshta, në heshtjen e saj që më pas e kuptova si sakrificë, kishte më shumë dashuri se sa fjalët mund ta përshkruajnë atë. Pas martesës së vllait tim, Bashkimit, nëna vendosi të jetonte me të. Ashtu si shumë nëna shqiptare që në pleqëri e konsiderojnë shtëpinë e djalit si strehën e fundit të jetës së tyre. E besoi atë shtëpi si vendin ku do të gjente dashuri, mirëkuptim dhe kujdes. Por ajo çka e priste ishte kundërta e gjithë shkaje që ajo kishte dhënë në jetë. Për 7 vite rresht, nusja e vllaut tim e maltreton nënën time pa mëshirë. Me fjalë, me veprime, me urrejtje të pastër që nuk ka fjalë për ta përshkruar. Nuk ishte vetëm mungesa e dashurisë, por ishte një poshtërim sistematik i përditshëm, i pashpirt. Nëna ime jetonte në atë shtëpi si një hije, si një bar, si një shërbetore që nuk e donin më, dhe për çudi, ajo kur nuk tha asnjë gjë. Kur nuk qau përpara nesh, kur nuk u ankua. Çdo herë që e pyesnim si një nën, ajo përgjigjej me të njëjtën fjalë, që sot më rëndon në zemër sigur, gurin ta lëpi dhe vetëm te djali dori. Na gënjente, por jo për të na mashtruar, na gënjente për të na mbrojtur. Mendonte se po të dinim të vërtetën do të shpërthenim, do të acaroj situata, do të prisheshin marrëdhëniet. Dhe mbi të gjitha, ajo kishte frikë se do ta detyronim të largohej nga shtëpia e të birit. Sepse në zemrën e saj, Bashkimi ishte ende djali i vogël që kishte rritur me sakrifica. Dhe ajo nuk donte të largohej nga ai, edhe pse ai vet e la të zhdukej nën hijen e një gruaje të fortë. Pas vdekjes së saj, kur zemra e saj ndaloi së rahuri për të mos u shqetësuar më nga dhimbja, e vërteta doli në sipërfaqe si një përmbytje që të shëm botën. Komshinj, të afërm dhe të njohur na treguan atë që ajo kishte fshehur me aq përkushtim. Kur nusja e vllaut ishte vetëm me nënën në shtëpi, nuk e lejonte të hante me familjen. I hidhte një pjatë me bukë të thatë ku shpesh për të treguar për buzjen më të madhe i vendoste edhe gur brenda. Gur. Nëna ime hante në heshtje një pjatë me gur. Jo vetëm në kuptimin e dhimbshëm fizik, por si simboli çdo poshtrimi që ajo gëlltiste me heshtje. Por kur Bashkimi ishte në shtëpi, nëna hante si gjithë të tjerët. Çka do të thoshte se vllai im e dinte të vërtetën.
E dinte çfarë ndodhte kur ai nuk ishte. E ndjente mungesën e dashurisë për nënën nga gruaja e tij, por kur nuk reagoi. Kur nuk tha mjaft. Kur nuk u bë mbrojtës i nënës që i kishte dhënë jetën. Ai heshti dhe me atë heshtje i vuri në nënshkrimin mbi çdo vuajtje të nënës sonë. Unë dhe motrat e mia jemi coptuar nga brenda kur e mësuam të vërtetën. Ishte sikur nëna vdiq 2 herë. Një herë fizikisht dhe një herë nga pesha e fajit që nuk e kuptuam më parë. E sot kur e kujtoj ndjej si të më mbyt fryma. Ndjej se ja kam borxh 1000 përqafime që nuk ja dhash. Ja kam borxh një jetë të qetë që nuk ja siguruam dhe më e rëndë nga të gjitha është se nuk mund ta kthej më asgjë nga pas. Nuk flas më me bashkimin, jo për urrejtje, po sepse nuk kam më çfarë të ndaj me njëri tjetrin që kur nëna jon lëngonte. Ai zgjodhi të mos bëj asgjë, kur duhej të ishte zëri i saj dhe kjo heshtje e tij ka ndarë përgjithmonë zemrat tona. Nëna ime nuk është më, por në mendjen time e shoh ende ulur në një cep të dhomës, me kokën pak të ulur, me duart e lodhura në prehër, dhe me atë buzëqeshjen e dhëmshur që nuk tregonte asnjë nga vuajtjet që po përjetonte. Ishte e madhe në durim, por nuk meritoi të jetonte ashtu. Sot unë i lutem Zotit që ta mbaj në parajs, në një vend ku nuk ka më pjatë me gur, as fyerje, as të heshtjet pa shpirt, po vetëm dashuri dhe qetësi. Ndërsa ne bijat e saj jemi betuar që historia e saj të mos mbetet e heshtur si ajo vetë. Do ta tregojmë, do ta nderojmë, do ta kujtojmë për jetë, sepse ajo ishte nën, dhe një nën që heshti për të mbrojtur fëmijët meriton të dëgjohet nga e gjithë bota. Kjo është historia që në fakt ka ndarë zonja Durata, e cila ka treguar tmerrin që nëna e saj ka përjetuar. Do me thënë, nëna e saj ka patur një nuse që kur nuk ka qenë djali në shtëpi, besoj që e kuptuat, i ka nxjerr vjerrës të vet gur në pjatën e bukës, edhe i ka thënë që sot gur do hash. Dhe kur ka ardhur djali prej punës që e ka pyetur nën si e, ka thënë mirë. Kur kanë ardhur gocat te shtëpia e nonës, te shtëpia e djalit, dhe kanë pyetur si o non, si po kalon këtu, i ka thënë nona që unë gurin do e lëpi dhe te djali të ri. Dhe kjo fjalë është fjala që më pas kur e kanë kuptuar të vërtetën i vret më shumë. Do kisha dashur që t'jap një mesazh. Mesazhi im i fundit të shkruaj mirë ato që bëjnë vepra të këtilla.